Dieta e lëngjeve është një mënyrë fantastike për të pastruar trupin tuaj. Kjo dietë bazohet vetëm në lëngje, pa ushqime të tjera. Mund të konsumoni çdo lëng frutash, kosi, qumështi dhe supa. Kjo dietë zgjat një javë dhe është ideale për pastrim të shpejtë. Nëse dëshironi të humbni disa kilogram, kjo është një fillim i shkëlqyer. Shtoni lëngje në dietën tuaj për të mësuar trupin me këtë regjim. Zgjidhni fruta dhe perime natyrale, pa konservantë. Përgatitni lëngjet në shtëpi për të kontrolluar kaloritë. Nëse jeni mbi peshë, mund të humbni 3-4 kg në javë. Kjo dietë është e shkëlqyer për të larguar toksinat nga trupi. Filloni me perime të caktuara për 3 ditët e para. Zgjidhni qepën, lakrën dhe spinaqin për lëngje të shijshme. Pas 3 ditëve, shtoni supa dhe pure frutash e perimesh. Konsumoni lëngje gjatë gjithë ditës për energji të vazhdueshme. Mos harroni, kjo dietë nuk duhet të zgjasë më shumë se një javë.